Kryeministri Edi Rama ka reaguar këtë të hënë lidhur me situatën problematike të krijuar në Vlorë gjatë ditëve të fundit, ku është përjetuar një krizë mungesës së ujit, si pasojë një defekti të rënd në linjën kryesore të transmetimit. Në një postim në rrjetin social X, kryeministri Rama shpreh se defekti i rënd daton që nga vitet 2009-2010 dhe lidhet me një instalim që sipas tij është bërë jashtë standardeve. Mëtej, kryeministri thekson se punonjësit po vijojnë punën e palodhur në këtë operacion, i cili është sipas tij shumë i vështirë. Rama shprehu falënderime dhe mirënjohje për drejtuesit e ujësillës kanalizimeve për punën e kryer në këtë operacion, që e cilëson mjaft të vështirë. Nga ana tjetër, kryeministri është shprehur se kjo situatë është pasojë e syrit të keq për të gjitha vitet e mira që sipas tij kanë kaluar për Vlorën. Drejt aeroportit të Stambollit për të ardhur sot brenda ditës pjesët e reja hidraulike për riparimin e defektit të rënd në ujësillësin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoj tubacioni ka shpërthyer. Respekt për punën e palodhur të punëtorëve të ujësillësit Vlorë, që në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësillës Kanalizimeve, inxhinieri të njohur Flowers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh gjendet në krye të operacionit të vështirë, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës, prej një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën. Vlonjantëve të mi, u them ndjes për tërë këtë peripeci të pamerituar dhe siç thoshtin gjyshet tona, plasi më në fund edhe syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën, e ja që kush i do të keqen Vlorës, veç të keqen do i marë, shpreh kryeministri Rama. Ndërkaq, pas ditën e kësaj të hëne, rreth orës 17 mbrit në Rinas 3 pajisjet që do të përdoren për riparimin e avarisë së rënd në rrjetin e ujësillësit. Ato janë nisur nga Stambolli dhe do të mbrinë në Vlorë për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare situatës. Pajisjet u nisën në drejtim të Tiranës me një avion privat të vendosur në dispozicion. Në shërbim të kësaj avarie, në një periudhë tjetër, do të vinë në Vlorë edhe 100 metër tubo, me qëllim që të mos ketë më probleme nga kjo situatë. Gjatë kësaj të hëne, qyteti Vlorës është furnizuar me ujë me gjysmë kapaciteti, ndërsa për zonat që ka munguar ujë janë vendosur në dispozicion autobote.